Salam aleikum. Burri nuk fol me motrat e veta se kanë pas konflikte të caktuar, thot, por këto motrat burrit, pra hallat e fëmijëve, nuk ju folin as fëmijëve të me për shkak të babës tyne, domethënë. Thot çfarë faj kanë ata? Jo, nuk kanë, tybe s'kan faj hiç. Fëmijët janë të pastër në këtë situatë përderisa ata nuk janë përzim mes babës edhe hallave. Mes vllaut me motrat e veta problemet që ka pas. Parimisht themi, ky problem duhet të qëndroj mes motrave edhe vllaznive. Te fëmijët, tek baba nona, tek kunatët, domethënë tek gruaja vllaut. Kjo motra, nëse përla me vllaun, s'ka pse mos mi fol gruas vllaut edhe fëmijëve të vllaut. Sepse hidhrimi me fëmijët e vllaut, pastaj kur po rriten ata fëmijë, s'pedojnë hallën e vet. E qoftë halla pastaj pyet fëmijët e vllaut s'po folin mua, s'po folin se ti kur je kon e rritur dhe pjekur, ata kanë qenë fëmijë, kanë pas nevojë për afërsinë tane. Ti nuk i ke afru. Ata janë rrit me urrejtje ose pa dashni ndaj teje. Tash ata janë rrit ti e plak. Tash mo nuk pëdojnë ata. Prandaj këshilla jame për gjithë ata që kanë situata të tilla, themi edhe nëse dy vllazën kanë probleme mes vete, ky vllau le t'ju fol fëmijëve të vllaut, le t'i doj fëmijët e vllaut, le t'i afroj fëmijët e vllaut. S'kan faj fëmijët janë 70 vjeç, 10 vjeç. Nëse janë të rritur, ka 20-30 vjet, edhe ata kanë bashkëpunu me babën e vet për një telashe të caktuar kundër agjes, kundër hallës. Ajo është mesele tjetër, varet prej situatës, ndoshta e tha ti s'duhet mi fol. Për një fëmijë 5-6 vjeç, çka ka faj pse agja o përla me babën e vet. Fëmijët duhet me afru, fëmijët e vllaznive, të motrave, me afru sikurse fëmijët e vet. Mjaftojnë urrejtjet tjera që kemi, s'kemi nevojë me shtu urrejtje mes neve të rriturve edhe fëmijëve. Nuk është kjo në rregull. Prandaj në raste të tilla, nëse situata ashtu si e ke përshkruar ti, këshilloj këto halla që mi fol fëmijëve të vllaut edhe me i afru edhe me i dasht. Allahu na fal.